Bashkëshortja më kërkoi të dal për darkë me një grua tjetër. U habita, por ajo më tha: "Duhet dalësh për darkë me nënën tënde. Kushtoi kohë se është plakur shumë. Punët e jetesës përditshme më kanë bërë që ta takoj shumë rrallë." E mora në telefon dhe e njoftova. Nana po më priste te derë. Buzëqeshi dhe më tha: "Unë i thash të gjithëve se sot do të dal me djalin tim." Ishte shumë e lumtur. Shkuam në një restorant. Pash që ishte plakur shumë. Biseduam gjëra gjallë. Kur u kthyem dhe arritëm në derën e shtëpisë së saj, ajo më tha: "Pranoj të dal përsëri, por me shpenzimet e mia." Ja putha dorën dhe u ndava nga ajo. Pas disa ditësh, nëna ime vdiq nga një atak në zemër. Kjo ndodhi shumë shpejt, kështu që nuk mund të bëj asgjë për të. Pas disa ditësh, përmes postës më erdhi një letër nga restoranti ku kisha dërkuar me të. E hapa letrën. Ishte shkrimi i nënës. Kam paguar paraprakisht. E di se nuk do t'jem e pranishme, por gjithsesi kam paguar darkë për 2 persona. Por ty dhe bashkëshortën tënde. Ajo natë ka qenë shumë domethënëse. Të dua, djali im. Duajini prindrit, dhurojuni dashuri, kaloni kohë me ta sepse babai dhe nëna janë si dielli dhe hëna. Zoti na i ruajt prindrit dhe i mëshiroft ata që kanë kaluar në botën tjetër. Amin.